Një aksident rënd trafiku ka ndodhur të dielën brenda në aksin rrugor Novosel dhe Karaçev të komunës së Kamenicës, ku si pasojë ka humbur jetën një fëmijë 10 vjeçar. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit ka bërë të ditur se ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 18:50 minuta, ku një vetur të tipit BMW me ngjyrë të bardhë me targa 06 ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Policia e Kosovës është njoftuar në aksin rrugor Novosel Karaçev ka ndodhur një vetë aksident, ku një vetur BMW ka devijuar jashtë rrugës. Si pasojë e aksidentit, pasagjeri, një fëmijë rreth 10 vjeç, ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Përveç viktimës, 2 persona të tjerë, përfshirë drejtuesin e automjetit, kanë pasur lëndrime trupore dhe janë dërguar për trajtim mjekësor.